të kam gjithçka. Qingji urtë që vjen nga nostalgjia ime, të kam gjithçka. Të kam më shumë se verën e kuqe, më shumë se ullinin me 2 mionaza. Të kam më shumë se diell, edhe më shumë se zjarr. Është kjo, janë këto vargjet e mësafirit në studio, për ndryshe është kolegu imi, është Ibrahim Berjashi. Ibro, mirë se erdhe në rolin e bashkëbiseduesit. Unë lexova një pjesë të një poezie tënde botuar tek Nacionali, një javore e njohur tek në botën shqiptare. Po është ashtu. Por nuk është vetëm kjo. Po ashtu është një cikël poezish, të cilët i kanë përzgjedh kolegët e mi dhe i kanë adresuar në këtë revist aktualisht më të njohur tek shqiptarët, sepse vetëm Nacional e mbulon gjithë hapësiren kulturore, shoqërore, letrare, edhe natyrisht që është pak a shumë jo vetëm dëshirë, por edhe do të thosha krenari që kam botuar në përjashmen nacional që botohet në Tiranë dhe udhëhiqet nga zotëri Muj Bushpapaj. Çfarë kanë të përbashkëta, jam duke shikuar disa prej titujve. Ajo dhe deti, të kam gjithçka, e urrej emrin tënd, ti vjen nga antika, mall. Qëra ata nëse sublimohen me vete, me një titull, ata në veten e tyre kanë detin, kuptohet si metafor, që është një varg i veshur artistikisht, me personazhe lirike që nga koha e lirisë edhe deri në ditët e sotme. Ndonjëherë mbase e përdori shpesh edhe toponimin vendore, mirë po jam përpjekur edhe toponimia, emrat konkret të vendeve tjenë në funksion të vargut. Edhe kur flas për Kalan, unë mendoj për një qendres mijëvjeçare në Ulqin, e cila është edhe simboli shqiptar i rezistencës ndërkohë. Këtu në këtë cikël është edhe një karakteristik tjetër, sepse unë iki, siç thot miku im edhe kritiku sot për sot më i njohur tek shqiptarët në përgjithësi, Ramadan Mosliu, ke ikur nga këndimi, ligjërimi poetik tradicional. Normalisht që edhe në letërsi, pikërisht në poezi, që është mbretëresha e letërsisë, gjërmohet, holumtohet sa më shumë për të sjell prurje të reja letrare, duke cilësuar, duke vlerësuar që po hyn në një botë krejtësisht tjetër subjektive për ta kënaqur lexuesin, edhe që diçka nga ai mesazh lirik që merr të përftoj. Padyshim që në veçanti për shikuesit e televizionit të UTA, Ibrahim Berjashi nuk ka nevojë për ndonjë prezantim, por do doja që të ndalesha të flisnim ndoshta për atë që jo i gjithë publiku e din. Filluar që nga Art Klubi, pastaj është organizata jo qeveritare Harmonia, e cila mbi një dekadë e gjysmë ka aktivitete kulturore, e gjitha këto pra i prin ky emër Ibrahim Berjashi. Po është ndonjëherë dëshira ime ka qenë që Art Klubi ta ketë një motër. Edhe unë absolutisht nuk jam i shputur nga shoqata Art Klubi, sepse jam ai njeri që kam tërhequr hapin e parë për të themeluar një shoqat e cila sot është institucioni numër 1 i kulturës shqiptare në Maltezi, dhe jo vetëm që njihet vetëm në rajonin e Malit të Zi, por edhe në shtetet fqinje, do të thonë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshëv, në veçanti edhe në diasporë. Thash që qëllimi im ka qenë që ta ketë Art Klubi edhe një motër, edhe
të korespondojmë me zveti, por të arritur atë çfarë kemi qëllim të përbashkët. Është afirmimi i kulturës shqiptare tek shqiptarët në Maltezi, por edhe depërtimi sa më i thellë në hapësirën kulturore shqiptare në përgjithësi. Edhe pse padyshim është aty edhe fatje tjera, pra njiheni edhe si publicist, do doja që të ndalesha tek pjesa tjetër, tek harmonia dhe tek aktivitetet kulturore. Ka bër emër vet harmonia, ka bër emër me disa aktivitete, me ditën e poezisë në Shas, që ka vite, nëse s'gabon, mbi 5 vite që mahet tradicionalisht, por këto ditë do sjell edhe një emër të penës, që është Besnik Mustafaj në Ulqin, të flasim përgjithësi për aktivitetin, por edhe me atë se çfarë ka realizuar deri më tani. Qyre, unë nuk kam dëshirë që ti personalizoj as Art Klubin, as Shoqatën Harmonia, sepse është një kolektiv, ndoshta i përbashkët, është një bashkësie cila plotëson njëra tjetrën, edhe mirë thatë se janë disa takime të cilët tashmë kanë arritur të bëjnë emër në rrafshin shqiptar. 5 vjet kam realizuar projektin, mendoj shumë të suksesshëm. Dita e poezisë në Shas ka qenë si një bashkëpunim me Këshillin Nacional të Shqiptarëve në Maltezi. Unë shpresoj që ky bashkëpunim mes Harmonisë dhe Këshillit Nacional, po normalisht edhe të Art Klubit, edhe shoqatave tjera jo qeveritare të cilët merren me kulturë dhe shkencë, qoftë ora apo ndonjë tjetër, do të kenë bashkëpunim me Këshillin Nacional të Shqiptarëve në Maltezi. Kemi mbrëmjen e Sypremtes. Është një përurim romani të ish diplomatit, por të njerit ndër emrat më të lakuar të letërsisë së re shqiptare në përgjithësi, i cili ka dalur si Feniks pas viteve 90. Në realitet, edhe më herët, Besnik Mustafaj është paraqitur, po më shumë me poezi dhe zhanre tjera publicistike, por kohët fundit i është përkushtuar romanit. Edhe në shkollën e muzikës të premten në orën 18, unë edhe me këtë rast e ftoj të gjithë dashamiret e letërsisë që ta nderojmë autorin, sepse është përurimi i parë i këtij libri të botuar nga Tojena, e mirënjohur shumë të ne në Ulqin, me qenë se ajo ka dhuruar mbi 15.000 libra bibliotekës së Ulqinit dhe bibliotekës së disa fshatrave në rajonin e Ulqinit dhe të Tivarit. Besnik Mustafaj sigurisht do të tregoj vetë se çfarë e ka nxitur që ta bëj këtë roman autoportret në teleskop me një titull jo i rëndomt. Unë kam pas kënaqësinë dhe privilegjin që mbi këtë vepër do të flas profesor dr. Sabina Osmanović, është studiuese, është pedagoge në universitetet e Shqipërisë dhe ajo sigurisht do të interpretoj, zbuloj më shumë më mirë se cili është mesazhi i romanit Besnik Mustafaj autoportret në teleskop. Të premtem, është kjo mbrëmje, po për të gjithë ato shikuesit të quajt të kulturës, të letërsisë, çfarë i pret në një afërm të afërt, një të ardhme të afërt, pra kur bëhet fjalë për harmoninë, dita e poezisë në Shas do të mbahet, ka ndonjë aktivitet tjetër kulturor? Po, unë besoj që nuk do të shkëputet kontinuiteti i ditës e poezisë në Shas Ulqin, ndoshta mund ta zgjasim edhe deri në kraj, sepse është, do të thotë, një takim i cili ban mundësinë e të njohjes së autorëve, por edhe autorët
të shohin edhe të njohin përjetojnë bukurit, lashtësinë e zonave tona rurale që janë perl turistike të turizmit të qëndrueshëm, do të thosha unë, dhe të trashëgimisë kulturore e cila pret të jetë në funksion të turizmit elitar. Po, tash autori për herë ka në mendje në laboratoriumin e tij, mund të jenë në dorëshkrime, nuk është mirë që të zbulohen, por megjithatë unë jam duke punuar një roman për fëmijë dhe të rinj, edhe do të jetë roman që i kushtohet njerëz ndër personazhet e mia të njohura të serialit televiziv me Arbresh Tesares, të cilin e kemi realizuar së bashku me Silver Vukovicin, është e famshëm, unë atë e kam shndruar në roman për të rinj dhe fëmijë. Kur të daljet do të flasim më ndryshe, por çdo gjë varet prej efektit financiar, qofshin për organizime kulturore apo votime të autorëve, sepse gjendja është kjo që është e kulturës shqiptare në Ulqin, në Maltezi edhe në përgjithësi. Duke të uruar Spari, shëndet e sukses tutje në karrierë, të falenderoj që ishe mysafir në emision dhe të nderuar miq, ju vazhdoni tutje me emisionin e pasditeve derisa ne këtu përshëndetim me Ibrahim Berjashin, publicist, shkrimtar, kolegi imi. Faleminderit.